Tërë falënderimi takon vetëm Allahut te baraka wa taala, vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe përshëndetja qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ecin në rrugës e tij, ata të cilët ecin sunetit e tij, ata të cilët ecin udhëzimet e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka Zot tjetër të adhuruar me të drejtë pas Allahut te baraka wa taala, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Falënderimi takon Allahut që na udhëzoi në rrugën e tij dhe na bëri pjesëtar të kësaj feje madhështore, dhe na bëri pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtij njeriu të madh, i cili botën e mbushi me mirësi, e mbushi me udhëzim, e mbushi me bamirësi, e mbushi me dritë dhe urtësi. Ky njeri i ndershëm, i cili pas vetës nuk la pasuri, por pas tij la virtyte të larta, pas tij la krenari, pas tij la udhëzim, pas tij la thesare të diturisë, nuk ka vepër të mirë veç se e udhëzoi umetin e tij për tek ajo vepër dhe të gjithë njerëzimin, dhe nuk ka vepër të keqe, punë të keqe, vetëm se ja tërhoqi umetet e tij dhe të njerëzimit vërejtën nga ajo punë dhe nga ajo vepër e keqe. Këtë njeri Allahu te baraka wa taala e dërgoi për ta përmbushur mëshirën e tij për njerëzimin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dhe ne ty nuk të dërguam veç se mëshirë për njerëzit. Pra dërgimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është mëshirë, është rahmet nga Allahu te baraka wa taala për njerëzimin në mënyrë që atyre t'u atrasoj rrugën e drejtë, rrugën e vërtetë, rrugën e virtytit të lartë, rrugën e cila e kënaq Allahun te baraka wa taala. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dhe ne nderuam birin e Ademit dhe atyre u mundësuam që të udhëtojnë në det dhe në tokë, dhe ata i furnizuam nga të mirët e Allahut te baraka wa taala, dhe njeriun e dalluan nga të gjitha krijesat e tjera, dhe njeriut i dham vlerë ndaj krijesave të tjera. Allahu e nderoi njeriun dhe atë e dalloi nga krijesat e tjera, sepse për dallim nga krijesat e tjera, atij ja dha mendjen dhe ja dha logjikën, që me mendjen e tij të meditoj dhe ta njeh krijuesin e tij. Dhe pasi që ta meditoj dhe ta njeh krijuesin e tij, t'i bindet atij dhe ta adhuroj vetëm atë. Pra Allahu te baraka wa taala njeriun e nderoi me mendje, njeriun e dalloi me logjik nga të gjitha krijesat e tjera. Dhe mendja dhe logjika e tij duhet që njeriun ta shtyen nga e vërteta, duhen që njeriun ta udhëzojnë nga e vërteta në mënyrë që ai ta njohë të vërtetën nga e kota dhe ta dalloj atë, të largohet nga e pavërteta dhe ta pasoj të vërtetën me të cilën Allahu te baraka wa taala e udhëzoi njeriun dhe për këtë arsye ja dërgoi edhe pejgamberët. Vëllezër të nderuar, jetojmë në një kohë dhe realitet për të cilin në ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke thënë se njerëzve do të vinë vite mashtruese, kur do t'i besohet gënjeshtarit dhe ai i cili nuk është gënjeshtar dhe është i sinqert, do t'i thuhet gënjeshtar. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
do të vinë një kohë kur njeriut të drejtë do të thuhet tradhtor, kurse tradhtari do të mirët si njeri i drejtë dhe njeri i mirë. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vi një kohë kur do të flasin ar-ruwaybida. Kur njerëzit e pyeten se çfarë është ar-ruwaybida, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur njerëzit e ulët dhe njerëzit e paditur, njerëzit e pamoralshëm do të flasin për çështje të mëdha, do të flasin për çështje të cilat i takojnë të flasin njerëzit e ditur dhe njerëzit e moralshëm. Pra njerëzit të cilët nuk janë kompetent për atë çështje do të flasin për to, dhe nuk ka dyshim se të gjitha këto janë shenjat, janë njëra ndër shenjat e kiametit, kur njerëzit pra do të flasin për gjërat të cilat nuk i takojnë. Njerëzit e ulët do të flasin për gjërat të mëdha. Njerëzit me padituri do të flasin për gjërat të cilat i takojnë të flasin për to, vetëm ata të cilët janë të thirrur për to. Pra bëhet fjalë për kohën e ndryshimit, për kohën e ndryshimit të pikpamjeve ku antivlerat shiten si vlera, degenerimi si emancipim, çorëditja si kulturë, mashtrimi si aftësi dhe padrejtësia kthehet në realitet dhe në normalitet. E gjithë kjo nëpërmjet njerëzve krejtësisht të parëndësishëm për shoqërinë, pa vlera dhe pa kontribute, por që nëpërmjet forcës mediatike imponojnë të njerëzit vese negative, mendime të çoroditura e krejtësisht të pabaza, të cilat zën gradualisht vend në mesin e shoqërisë sonë, dhe pas një kohe këto gjëra konsiderohen si diçka normale dhe diçka me vlerë. Jetojmë në kohë sfidash, jetojmë në kohë kur morali konsiderohet, ai i cili është i moralshëm konsiderohet i prapambetur, ai i cili në vete mban vlera dhe virtyte të larta, tek njerëzit konsiderohet si njeri i prapambetur, njeri i pa zhvilluar, njeri i pa emancipuar. Jetojmë në një kohë kur njeriu i drejtë konsiderohet i dobët, ai i cili dëshiron që të mbajë padrejtësi në mesin e njerëzve konsiderohet i dobët, konsiderohet i nënshmuar në mesin e të tjerëve. Jetojmë në një kohë kur njeriu i sinqert konsiderohet i paaft. Njeri i sinqert konsiderohet i paaft për të vepruar, konsiderohet i paaft për të reaguar e kështu me radhë. Jetojmë në një kohë kur njeriu i cili mundohet që të mbajë parimet e tij konsiderohet njeri ekstremist, për arsye se ai qëndron pas disa parimeve dhe mundohet që t'i mbajë parimet e tij, gjërsa të tjerët e konsiderojnë si njeri ekstremist, si njeri i cili është i ashpër e kështu me radhë. Në mesin e këtyre këtë sfidave, në mesin e kësaj kohe kur ne jetojmë, besimtari duhet të jetë stabil në fenë e tij. Besimtari duhet që të jetë parimor në fenë e tij dhe duhet që të jetë i qëndrueshëm në fenë e tij dhe të jetë krenar me atë me të cilën e ka nderuar Allahu te bareke ve taala. Duhet të jetë krenar me besimin e tij. Duhet të jetë krenar me moralin e tij. Duhet të jetë krenar me virtytet e tij. Duhet të jetë krenar me atë me të cilën e ka nderuar Allahu te bareke ve taala
e që është udhëzimi në rrugën e drejtë dhe udhëzimi në rrugën e vërtetë. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Dhe Allahu te bareke ve taala thot: mos u dëshproni dhe mos u shqetësoni, mos u mërzitni dhe mos u piklloni nëse ju jeni besimtar. Për arsye se ju jeni më krenarët, ju jeni më të ngriturit në momentin kur ju jeni besimtar, kur ju i besoni Allahut te bareke ve taala. Pra ajo e cila na bën krenar është besimi në Allahun te bareke ve taala. Njerëzit të cilët jetojnë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mësonin nga fjalët e tij, mësonin nga morali i tij, mësonin nga sjellja e tij. Kishte të atij të cilët e pyesnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për gjëra të ndryshme, e pyesnin për ditën e gjykimit, e pyesnin për pyetje të cilat i shqetësonin ata. Dhe njëra ndër pyetjet e cila ju drejtua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se dikush e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cila është puna dhe vepra më e mirë, cila është fjala më e mirë. Gjasa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij njeriu ju drejtua duke i thënë: "Qul amantu billahi thumma istaqim." Thuaj, i kam besuar Allahut te bareke ve taala dhe pastaj qëndron në të. Pa këshilla e parë të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja jep këtij njeriu, ja jep këtij pyetësi është që të qëndroj, që t'i besoj Allahut te bareke ve taala dhe pastaj të qëndroj në besimin e tij, që pastaj ai të jetë stabil në besimin e tij. Pra besimi në Allahun te bareke ve taala është ajo që besimtarit i jep stabilitet në jetën e tij. Është ajo që besimtarin e mban të gjallë përballë sfidave të jetës, e mban të gjallë përballë sprovave të jetës, e mban të gjallë përballë fitneve të jetës dhe me gjithçka që ai ballafaqohet nga vështirësitë e jetës. Pra të qëndruarit stabil në fenë e Allahut te bareke ve taala është esenca e besimit në Allahun te bareke ve taala. Pastaj besimtari për të qëndruar stabil në fenë e Allahut te bareke ve taala duhet që të ketë dituri, duhet që të pajiset me dituri në mënyrë që ai ta dallojë të mirën nga e keqja, në mënyrë që ai ta dallojë të vërtetën nga e kota, që t'i bindet Allahut dhe t'i lërë punët dhe veprat të cilat nuk e kënaqin atë. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu do t'i ngrit ata të cilët kanë besuar në mesin tuaj, kurse atyre të cilëve u është dhënë dituri, Allahu do t'i ngrit në drejtë dhe në shkallë edhe më të larta. Pastaj ajo që besimtarin e bën stabil, ja shton stabilitetin në fenë e tij, është edukata e mirë, është të qëndruarit me njerëz të cilët janë të edukuar dhe të mësuarit nga ta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që më afër meje në ditën e gjykimit do të jetë ai i cili ka pasur moral më të mirë, i cili ka pasur etik më të lartë dhe edukat më të lartë. Pra edukata bën që besimtari të jetë stabil në fenë e Allahut te bareke ve taala. Pastaj nga gjërat të cilat e bën besimtarin që të jetë stabil në fenë e tij është lutja, është duaja, për arsye se duaja dhe lutja është arma më e fortë të cilën e posedon besimtari. Pastaj
është namazi, për arsye se namazi është lidhja më e fuqishme të cilën besimtari e ka për të qëndruar stabil në fenë e Allahut te bareke wa taala. Të gjitha këto janë shkaqe të cilat besimtarin e bëjnë që të jetë stabil në fenë e Allahut te bareke wa taala dhe e bën që besimtari t'i kaloj sprovat dhe sfidat me të cilat ai përballet në jetën e kësaj bote. Andaj e lutim Allahun te bareke wa taala që të na bëjë për atyre të cilët e ndëgjojnë fjalën e tij dhe e pasojnë atë, për atyre të cilët e shohin të vërtetën dhe e pasojnë atë, e shohin të kotën dhe largohen prej saj, për atyre të cilët janë stabil në fenë e Allahut te bareke wa taala dhe për atyre të cilët i të kalojnë sfidat dhe sprovat e kësaj bote dhe për atyre të cilët Allahu është i kënaqur me ta. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.